është hutbja e parë, apo gjumaja e parë në muajin e Shabanit. Shqisoni sa shpejt kalov muajin e Rexhepit. I lumi ai që e ka shfrytzuar. I lumi ai që o mundo me kuptua dhe me shfrytzuar atë muaj. Por të dini se dhe Shabani ka me kalu shpejt. Niseni prej fillimit me muaj me shfrytzuar. Me muaj sa ma shumë me lexu Kur'an, sa ma shumë do një ditë me agjeruar. Se një plak e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah thonë një plaku smudi thotë më zhnu shumë, e di sa mirë Shaban po smudi, thotë si më bën, thotë o zhnu në fillim një ditë ose ditën e parë ose në fillim, o zhnu e ditën e mesme, kur edhe natë e madhe, edhe o zhnu e ka funi një ditë. Kanë të regjistruar Allahu xhaleshanu si më pa agjeruar këtë muaj. Mos e lejoni vllazën kush ai shnosh, që mundet, o dita shkurt, mos e lejoni më u kaluo pa më agjeruar do një ditë, më kaluo pa me lexu Kur'an, edhe më kaluo para tëube sinqert. Dhe thonë me zemër, me shpirt, o Zotë më falë, kom gabua, po këthejmë rrugton dhe me iranë sejdë edhe me anis atë me bismillah, dhe me thonë me punë të mira inshallah. Pra, Allahu xhaleshanu veçoi muajt e shejt dhe me përmendjen Kur'an, falërat me gjithatë kjo nuk përcakton që muajt tjerë të mos kenë vlerë, edhe muajt tjerë kanë vlerë në vit, po muajt e shejt, pra Rexhepi që ka kaluar është muaj i mëndshëm. Shabani muaj që pejgamberi sallallahu i ka dhënë rëndësi të madhe. Ramazani i cili po vjen inshallah e presim shnoshë mirë, është muaj shumë i rëndësishëm që ka shans domethënë vetëm ai që nuk don çdo njeri mu pasruaj inshallah për gjinafel. Pra, të thonë hutbë sot më është hutbja urtësive të muajit Shabanit. Pra duke synuar thelbësorën e jo formalën, mësimin e jo retorikën, këshillën e jo adetin. Pra, këta muaj që janë të madhnueshëm lypet me i shfrytëzua për të mirë. Për shembull muaji i Rexhepit. Ka njerëz cilët hajt për natë për përgatis diçka ushqim të mirë kështu. A në Rexhep ka ardhur urdhni natën e Miraxhit për me fal namazin. Aja përgatit në ushqim nuk fal namaz. Dhe thonë lypet me në muajin e Rexhep ku ka ardhur urdhni namazit, ai thotë po na pranësi këtij muaji të Rexhep, as një ditë nuk e agjeron, as nuk do me thonë e fali namaz, por për e përgatit në ushqim. Dhe thonë, totalisht gabim nëse nuk ne përëndësi, do me thonë namazit i cili ka ardhë bashkë në këtë muaj të rëndësishëm të Rexhepit që ka kaluar. Por edhe këtë muaj që jemi vllazër, Shaban, është shumë i rëndësishëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka agjeruar një ndër muajt më të shumë gati, përpos Ramazanit. Se ka agjeruar krejt, po ka agjeruar mjaft. Pra është gjunat njeriu që është shnosh me lënë muaj kaluar, mos të mbezet as një ditë do me thonë me agjeruar. Vllazën sot, kur jemi të buar në shtëpitë Allahut të mëdhëruar, për ta kryer namazin tonë javor xhuma, le të ndalemi bashkarisht dhe ta shfrytëzojmë këtë rast. Flasim lidhe me vleftën e këtij muaji. Islami nuk do njerëz sezonal në besim e veprim. Islami nuk do kundërthënie në mes fjalëve dhe veprave të njeriut. Me folë shumë për Islam, a kur gjë për Islamit? Nuk do. Dhe thonë, muslimani mas parit e ka me edukua vetë vetën. Kur të fali për Islam, lypet me e bata që ka thot Islami. Nuk ka dallavere, nuk ka, do me thënë, rëna, nuk ka tradhtina, nuk ka shpionazh, nuk ka kur gjë, ashtu si e lyp Zoti. Për ndryshe, nëse një flet e tjetër e bon, atëherë shumë keq pra. Nëse veprat tona, po unë ngrit kanë këtë muaj pra të madhruar, në të muaj të Shabanit, pra mes të muajit është natë e madhe, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ne as shumë, as gjatë ka ne në sejdë sa pashorta ka minutë, mos ka bekë, ka prekë, i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos ti ka kuptuar drejt ato, jo të vallai po frikua se të mos të ka ndodhur diçka shumë por në sejdë. Po tha di çfarë ditë ton sot, çfarë muaj i madh Shabanit, natë e madhe e muajit Shabanit thot sot ngritën veprat tona te Allahu. Dëshiroj me kanë lutje kur ti dorëzohen punët e mia Allahu xhaleshanu xhalal. Pra pejgamberi si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ku jem na sot pra? Ku jem na sot do të thonë që na kalon Rexhepi, Shabani, besa diku edhe Ramazani, as nuk përgatitet, as nuk mundohet. Vllazën Porosia e dytë që buron nga ky muaj ka karakter fetar dhe social. Them fetar për arsye se i privuari nga mëshira e Allahut. E madhëruar është ai që i largohet të kësjave pra. Allahu xhaleshanu thot
Yatla Allahu tebaraka wa taala ila khalqihi laylatan nisfu min Sha'ban fayaghfiru li jami'a khalqihi illa al-mushrik wa mashahi. Allahu natën e 15 muaj Shaban shikon krijesat e tij dhe a fal mëkatet e gjithë përveç thot atij që ka bërë kufër pa besim prit e Zot. Dhe atij që ka bërë armisi ndaj njeriu, ndaj njerëzve domethënë. Pa besimi është i qartë, ndërsa padrejësia më së shumti shprehet në padrejësi që njeriu i bën vetvetes me mëkate e traditat e papranuara. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, "Të umetim hyn në xhenet përveç atyre që refuzojnë." Than, o i dërguar i Allahut, e kush refuzon? Kush ai që refuzon domethënë xhenetin? Tha, kush më respekton mua hyn në xhenet? E kush më kundërshton, veç ka refuzuar hyrjen në xhenet. Pra kush nuk don sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush nuk don, veç Kurani thotë, Kurani ka thënë Zoti, libri i Zotit. Po pejgamberi ka thënë Zoti, e ka zgjedhur si pejgamber. Duhet me respektuar sunetin e tij. Çka ka thënë, çka ka bëj, çka ka ndaluar, çka ka urdhëruar, domethënë me respektuar. Vëllezër të nderuar, përkujtoni Allahun, falni namazin, dërgoni salavati Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe munonu ti shfrytëzoni këto ditë të këtij muaji të mëndshëm. Bëni dua jo vetëm për veti, për familjet vet, për xhamat, për vendlindje, për këtë umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kalon shpejt besoni, veç Zoti e din. Edhe nesër kush e prit, e ma vitin tjetër, me thonë Shabani tjetër ose Ramazan tjetër, për ata bëni dua, më na ndihmoj Zoti me i prit, shëndosh e mirë me familje, kretë umeti, mos i harroni vllaznin ton në vende shejta, edhe vllaznin ton ku janë luftë pranë Palestinën, në vende tjera, me dua, bëni dua Zotit, me dhënë paqë, jo luftë, jo çkatërrime, jo dhënë Allahu me dalë prej kësaj situate që janë situatë shumë vështirë, por mos harroni se Allahu ka mundësitë e mëdha. Ai kur don thot kun fejekun, banu edhe bajt me njëherë. Ne lypet veç me emiritua më shimë Allahu. Allahun Allah shëndet, na dimof neve kretë umetit prej mashrikut Maghrib, që ta presim inshallah shëndoshën një mirë edhe muajin e Ramazanit, dhe të pregaditemi dhe të kënaqemi edhe të pastrohemi prej gjunafe. Amin ya rabbal alamin. Ala inna nsan kalamu bil nizam kalamullahi malikil aziz al alam.